Miq të dashur, ndodhemi këtu para objektit të shkollës fillore, e cila mban emrin e heroit tonë kombëtar Zenel Hajdinit. Ashtu siç e theksuam edhe në fillim, kjo tokë është një tokë dardane e banuar në lashtësinë e saj nga fisi Dardan. Është një tokë e cila lindi gra dhe burra trime, pra njëri prej tyre mban edhe sot emrin e kësaj shkolle, pra siç ishte Zenel Hajdini. Kjo shkollë në të kaluarën e lashtë ka mbajtur, ka regjistruar një numër më të madh të nxënësve shqiptar. Ky objekt i kësaj shkolle është ndërtuar në vitin 1950 me mësues Uki Ismaili dhe Ali Zeqiri, përderisa sot në ditët e sotme, sidomos në periudhën e pasluftës në Kosovë, kjo shkollë numëron në total 14 nxënës dhe atë me paralele të ndame në një paralele në shkollën e fshatit të Kapitit dhe paralela tjetër në shkollën e fshatit të Gjilekreshtës. Ajo që është më rëndësi të përmendet për këtë shkollë është se mban një numër të themi ashtu të vogël të nxënësve, pra gjithsej 14 nxënës, përderisa kemi një numër më të madh të mësimdhënësve, gjithsej 15 mësimdhënës sipas disa të dhënave. Megjithatë, kjo e tregon se numri i nxënësve ditë ditës po zvogëlohet dhe atë duke pasur parasysh kushtet e pavoleçme të jetesës. Është më rëndësi gjithashtu të përmendet se në këtë shkollë kontributet të jashtëzakonshëm ka dhënë edhe drejtoresha e kësaj shkolle, e cila është shqiptare, pra është zonja apo zonjusha Arlinda Kadriu, e cila ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm me financimin. Faktikisht kontributi i saj ishte si iniciativë në pajisjet dhe mirëmbajtjen me remetimin e shkollës e shumë të tjera. Megjithatë ka shumë e shumë çka për tu investuar në këtë shkollë, ka dhe shumë çka për tu investuar dhe atë presim ndoshta në një të ardhme që personalitetet apo figurat tjera të rëndësishme të cilat kanë të bëjnë të ndihmojnë në kësaj shkolle. Ajo më primare, apo të themi ajo prej nevojave më urgjente për të investuar në këtë shkollë është edhe nevoja e ndërhyrjes në objekt, pra në qati, sepse është e pamundur që nxënësit të vijojnë mësimin në kushte të tilla. Sidoqoftë ka edhe shumë nevoja të tjera, sepse për të zhvilluar një mësim cilësor duhet të kenë të gjitha nevojat tjera të cilat i shkojnë në një klasë apo një shkolle për zhvillimin e mësimit. Mirë po, mbi të gjitha është me shumë një urgjencë të madhe investimi në ndërhyrjen e qatisë të kësaj shkolle. Miqtë e mi, rrugtimi ynë tashmë na solli këtu. Jemi në fshatin e Ramabajës të komunës së Medvegjës dhe këtu ndodhemi pranë objektit së shkollës fillore të Ramabajës, e cila sot e kësaj dite, do të thotë në këto ditët e fundit, në këto vitet e fundit, numëron gjithsej 3 nxënës. Duhet theksuar se kjo shkollë është në kuadër apo të themi ashtu si paralele e shkollës fillore të Banjës së Sjarinës. Dhe të gjitha faktet dhe elementet të cilat i kemi përmendur më lart apo më herët, të themi ashtu, në fillim të këtij emisioni qëndrojnë sepse gjendja e vështirë ekonomike të banorëve të kësaj treve ka ndikuar në zbrazjen si të banorëve ashtu edhe të nxënësve. Pra me keqardhje kemi vetëm 3 nxënës. Shkolla fillore në Gërbac është hapur në shtëpinë private të Ram Hajdarit në vitin 1948. Edhe pas 3 vjetësh, nxënësit kaluan në shtëpinë e Qazim Bekës me mësuesin Ramiz Muharemi. Në gjuhën shqipe, shkolla në Gërbac filloi në objektin e ri në truallin që e fali Nureddin Beka në vitin shkollor 1954-55. Mësuesi i parë ishte Bafti Krasniqi. Gjithsej kjo shkollë numëronte 106 nxënës, prej tyre vetëm 50 vajza. Vlen të theksohet se kjo shkollë sot fatkeqësisht ka ngelur bashkë. Miqtë e mi, tani dal nga dal rrugtimi toni i erdhi koha dhe jemi këtu në fshatin Sfirc të komunës së Medvegjës. Jemi pranë shkollës Sfircës, e cila aktualisht në ditët e sotme numëron vetëm 1 nxënës të komunitetit të shqiptar, dhe kjo është si pasojë e gjithë atyre që i kemi theksuar edhe më herët dhe po i theksojmë edhe tash, do të thotë gjendja e vështirë ekonomike, gjendja sociale dhe gjitha këto kanë ndikuar në zbrazjen e popullatës, njëherit edhe zvogëlimin e numrit të
nxënësve në për shkolla. Duhet theksuar që është me rëndësi kur jemi këtu tek fshati i Svircës, është një fshat me bukuri të rralla natyrore, është një fshat më tepër ta quaj turistik, mirë po ka nevojë për ndërhyrje, ka nevojë thjesht për njerëz të cilët dinë të investojnë në projekte të ndryshme. Përndryshe tani më për tani numëron një numër jashtëzakonisht të vogël të popullatës. Ajo që është me rëndësi të themi është kur flasim për Medvegjen si territor, kur flasim për Medvegjen si komunë, është me rëndësi të jashtëzakonshme të përmendet se Medvegja ndodhet në pjesën, themi ashtu gjendet në pjesën lindore të Kosovës, përderisa sipas Serbisë në jug të Serbisë. Është administruar nga vetë Serbia, megjithse i 42 fshatra. 2 prej këtyre vendbanimeve janë si qytetëza dhe përmbajnë një territor prej 524 km2. Gjithashtu, ajo që është me rëndësi të përmendet është se komuna e Medvegjes në jug perëndim kufizohet me komunën e Prishtinës, ndërsa në jug me komunën e Dardanës. Në veri perëndim kufizohet me komunën e Bojnikut, ndërsa në anën tjetër kufizohet me komunën e Lebanës. Pasi veç ndodhemi afër shkollës, në fakt pranë objektit të shkollës së Svircës, dhe tham se tashmë sfundi e figuron vetëm një nxënës i regjistruar, i cili vijon në këtë shkollë dhe për të folur dhe për të bashkëbiseduar rreth kësaj shkolle dhe të dhënave më të sakta me disa të dhëna statistikore. Këtu pranë meje kemi një banor faktikisht të Svircës, mirë po tani emigruar në Francë, një student i jashtëzakonshëm dhe një adhetar shumë i dashur i cili nuk e harron asnjëherë vendlindjen e tij. Jemi pra këtu me Luanen Zeqirin. Luan, përshëndetje dhe mirë se ju gjejmë këtu në vendlindjen tuaj. Si ndiheni? Është një ndjenjë e veçantë se herë që vi këtu. Kjo është shkolla e Svircës, shkolla e re, edhe pse ka qenë një shkollë tjetër akoma më e vjetër se kjo. Këtu nuk kam pas shansën të studioj, pas jam larguar si fëmijë 4 vjeç gjys, për në Kosovë, pastaj për në Francë, por kam pas familjar që kanë studiuar në këtë shkollë edhe kanë tregu nostalgjinë që kanë se herë shohin këtë foto ose diçka që ju dërgojmë dhe ndonjëherë edhe kanë lot kur e shikojnë gjendjen që cilën ka ra shkolla, duke pas parasysh se Svirca ka qenë vendbanimi më i madh i komunës Medvegjes pas qytetës Medvegjes. Në vitet 80 ka pas 1300 banor. Në regjistrimin e fundit 2011 ka ndalë që janë vetëm 77. Tash jemi në vitin 2021. Ky numër është zvogëluar akoma, edhe gjendja është e vështirë, rruga është shumë e dëmtuar, kufiri mbetet i mbyllur, prandaj edhe perspektiva për jetë dhe për nxënës për të studiuar, për të jetuar në këtë region nuk janë të larta, fatkeqësisht. Fatkeqësisht, është një gjendje e cila po mbizotron pothuajse në të gjitha fshatrat në tërë territorin e Medvegjes. Ju tani më vetëm se jetoni në Francë, vizitoni shpesh vendlindjen tuaj, ndjeni nostalgji, ndjeni mall, me shpresën që një ditë do t'i kthehet normaliteti edhe kësaj pjese, që rinia dhe gjithë popullata ta gëzojnë jetën ashtu siç i takon dhe ashtu siç duhet. Ashtu është. 100% shpresojmë që në të ardhmen do të ketë disa vendime që do ta ndihmojnë popullsinë lokale të këtij fshati dhe fshatrave të tjerë. Mbyllja e kufirit mes Kosovës dhe komunës së Kamenicës apo Dardanës dhe komunës Medvegjes, saktësisht në fshatin Svirc, është njëri prej ndoshta arterieve që nëse ky kufi do të hapej, ndoshta një arterie e re do të ndihmonte në ngjalljen e këtyre regioneve, edhe natyrisht për këtë kemi nevojë për ndihmën e Kosovës dhe të Shqipërisë. Po, sigurisht duhet pa ndihmën e tyre është edhe vështirë të përballojmë, edhe pse ne jemi pjesë e tyre, jemi trungi i tyre, i ndarë fatkeqësisht me padrejtësi të shumta që janë bërë viteve, por shpresojmë që në një të ardhme edhe këto dy shtete t'i kthejnë syt kah ky rajon dhe kjo trevë. Faleminderit shumë Luan. Të dashur miq, pra ishte ky prononcimi i Luanit, i cili tham se është një vendas nga kjo pjesë, nga kjo trevë, por si i ri për shkak të kushteve, ashtu siç po shifet, ka emigruar në Francë ku edhe vazhdon të studiojë atje, mirë po dashuria e tij ndaj dhëut, ndaj vendlindjes është akoma jashtëzakonisht e madhe. Ne ecim tutje dhe vazhdojmë me pjesën tjetër. Shkolla fillore në Banjë të Vjetër u hap më vitin 1945-46, por në gjuhën shqipe mësimi filloi në vitin 1971-72.
Mësuesi I parë ishte Recep Habazi, I cili punoi me 31 nxënës, prej tyre ishin vetëm 14 femra. Vlen të theksohet se kjo shkollë sot fatkeqësisht ka ngelur bosh. Miqtë e mi, pra vizitën e kemi vazhduar dhe po e vazhdojmë edhe tutje. Jemi këtu në fshatin Sjarin të komunës së Medvegjës, ndodhemi këtu para objektit të shkollës së Sjarinës, e cila figuron si paralele e ndame nga shkolla fillore e banjës së Sjarinës. Dihet se në lashtësinë e faktikisht viteve më parë, të themi deri në vitin 1999, në këtë shkollë kanë vijuar mësimin një numër më I madh nxënësish, përderisa sot numri I këtyre nxënësve dita ditës do të thotë është duke u zvogluar dhe sot figuron në kjo shkollë me vetëm një nxënës fatkeqësisht. Dhe këto janë të gjitha këto pasojat të cilat I kemi përmendur edhe më herët, janë pasojat e gjendjes rënd ekonomike në vend, pasojat e destabilizimit të politik në vend, sepse e dim që është duke u zhvilluar një spastrim etnik në këto troje, pra pasivizimi I adresave ka bërë punën e vetë dhe tani në këtë shkollë dhe në këtë vend dhe në komplet rajonin e Medvegjës kemi një numër më të vogël të banorëve, gjë që ka rezultuar edhe deri tek rënja e numrit të nxënësve. Pra kjo është shkolla e Sjarinës në komunën e Medvegjës, e cila sot numëron vetëm një nxënës fatkeqësisht. Edhe një element me rëndësi të përmendi, sepse siç e theksova edhe më herët, në këtë shkollë kanë vijuar shumë nxënës mësim në këtë shkollë. Një herë kemi pasur edhe mësimëvënës, njëri prej mësimëvënësve të tillë ishte edhe vetë prindi im, mësuesi Hamdi Zeqiri, I cili vite të tëra dha kontributin e tij në arsimimin e brezave shqip në këtë komunë dhe në këtë shkollë. Atëherë, miqtë e mi, rrugtimin tonë e vazhduam dhe e vazhdojmë në fakt sot dhe jemi këtu, siç po e shihni, pranë shkollës fillore të Kapitit. Kjo shkollë filloi të funksionuar në vitin 1947-48 dhe aso kohë filloi me 65 nxënës, prej tyre 21 vajza. Du theksuar se mësimi filloi në shtëpinë e Ajet Ramës, ndërsa mësimi në gjuhën shqipe filloi në vitin shkollor 1966-67 me mësuesin e parë Halim Hysenin. Pra kjo është shkolla e Kapitit, e cila filloi të funksionuari në gjuhën shqipe në vitet 1966-67 me mësuesin e parë Halim Hysenin. Kurse ju, miqtë e mi, vazhdoni të na ndiqni sepse do kemi edhe materiale tjera për ju. Miqtë dashur, vizitën tonë e kemi të radhës këtu. Pra jemi para shkollës fillore të Gjyle Krishtës. Është shkolla fillore e Gjyle Krishtës, e cila është si pjesë apo të themi paralele e ndame nga shkolla fillore e Topallës. Dhe për të folur për këtë shkollë dhe mësimëdhënien, kam këtu të ftuar Lirona Zukën, e cila ishte një ish nxënëse dhe ish mësimdhënëse e kësaj shkolle, kurse sot e gjejmë si përfaqësuese të zyrës të Këshillit Nacional Shqiptar këtu në Medvegj. Lirona, mirë se ju gjatëm në vendlindjen tuaj. Përshëndetje Linda, mirë se veni. Është kënaqësi t'ju gjejmë këtu, sidomos është kënaqësi edhe e imja të jem në vendlindjen time, por kënaqësi edhe më e veçantë t'ju gjejmë juve këtu dhe t'na flisni pak a shumë për shkollën e Gjyle Krishtës si një ish nxënëse dhe një ish mësimdhënëse. Faleminderit Linda, është kënaqësi edhe për neve që sot gjendeni ju këtu në Medvegj, sidomos tashmë në Gjyle Krishtë. Për të folur për shkollën e Gjyle Krishtës është një ndjenjë veçantë edhe për mua, pasi që këtu kam marrë hapat e parë të shkollimit, sa I përket pjesës parashkollore dhe mandej 4 klasë e ulta të shkollimit. Mund të them që në atë kohë ka qenë gjendja shumë ndryshe se sa gjendja që ka viju pasaj për shkollën në Gjyle Krishtë, po edhe për shkollat tjera shqipe sa I përket nxënësve shqiptar në komunën e Medvegjës. Në atë kohë kur unë isha nxënëse e kësaj shkolle, shkolla ishte e mbushur me shumë nxënësa. Jo dhe shumë siç ka qenë në kohët më të hershme, por kishte shoqni për të lozur, për të mësuar së bashku, për të bërë shaka dhe gjitha gjërat ishin shumë të bukura. Mandej në kohën kur unë isha mësimdhënëse këtu, ishte vetëm një nxënës, domethënë vetëm një nxënës, gjendja e njëjtë është edhe sot, është vetëm një nxënës
Domethënë është dallimi vetëm që tashmë është nxënësi serb, ndërsa kur unë isha mësimdhënëse ishte vetëm një nxënës njëjtë, por ishte nxënës shqiptar. Do thotë tashmë figuron vetëm një nxënës i nacionalitetit serb. Po. Është një gjendje jo dhe e mirë për këtë shkollë, por sidoqoftë janë kushte të cilat kanë ndikuar të mos vijohet nga nxënësit në këtë rajon, në këtë shkollë, sepse e dim edhe siç e theksuam më herët, kushtet ekonomike, gjendja ekonomike në vend ka ndikuar shumë në zbrazjen e popullatës, sidomos popullatës shqiptare. Dhe me këtë rast kemi edhe rënien e numrave të nxënësve nëpër shkolla, dhe jo vetëm në këtë shkollë, por edhe në shkollat të cilat i vizituam, dhe do të shohim në për tjera shkolla, sepse ne do bëjmë edhe vizita tjera se si qëndron gjendja aktuale. Lirona, faleminderit shumë për këto informacione dhe shpresojmë në një të ardhme ndoshta kjo gjendje të përmirësohet. Shpresojmë edhe ne dhe shpresojmë që do të ketë kthem, për ndryshe shkollat janë duke shkuar drejt mbylljes fatkeqësisht. Drejt mbylljes. Shpresojmë edhe ne nga këtu bëjmë thirrje që popullata, të gjithë ata të cilët mund të kontribojnë në përmirësimin e kushteve dhe jetës në vend, që edhe banorët, por edhe nxënësit, por edhe shkollat t'i kthehen normalitetit. Kurse ju miq të dashur na ndiqni, sepse do kemi edhe surpriza dhe materiale tjera. Shkolla në Medvegjë filloi të funksionuari në vitin 1889, kurse në gjuhën shqipe filloi në vitin shkollor 1975-1976. Shkolla fillore në banjë të Sjarinës ka funksionuar që nga viti 1927-1928, por në gjuhën shqipe së pari u hap klasa e 5 në shtator të vitit 1965-1968, dhe me atë klasë punoi mësuesi i popullit Bafti Krasniqi. Ishin 32 nxënës, prej tyre vetëm 2 femra. Edhe më vonë, në shtator të vitit 1967-1968, për herë të parë në gjuhën shqipe në banjë të Sjarinës u hap edhe klasa e parë, me drejtar Rohan Osmani, ndërsa mësuesja e parë ishte Aza Ferati Hajdari, e cila punoi me 32 nxënës, nga ta 19 femra.